Kuba ka filluar shpërndarjen e qumshtit pluhur të siguruar përmes ndihmës humanitare nga Meksika dhe Uruguay, në një kohë kur vendi po përballet me vështirësi të thella ekonomike dhe mungesa të shumta të produkteve bazë. Shpërndarja ka nisur në dyqanet e furnizimit në kryeqytetin Havana, ku qytetarët janë paraqitur për të marrë produktet e ardhura si pjesë e ndihmës ndërkombëtare. Sipas mediave kubane, ngarkesa mbërriti në portin e Havanës më 18 maj me anijen Asian Katra, e ardhur nga Meksika dhe përfshinte qumësht pluhur, si dhe furnizime të tjera të dërguara nga Meksika dhe Uruguay. Ndihma vjen në një moment kritik për ishullin karaibik, i cili po përjeton atë që shumë ekspertë e konsiderojnë krizën më të rëndë ekonomike në dekada. Vendi përballet me mungesa të vazhdueshme të ushqimeve, karburanteve dhe mallrave të nevojshme për jetën e përditshme, duke ndikuar drejt për drejt në standardin e jetesës së popullsisë. Autoritetet kubane argumentojnë se situata është përkeqësuar nga kufizimet amerikane ndaj eksportit të karburanteve dhe masat ekonomike që vazhdojnë të ndikojnë ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, ndihma nga Meksika dhe Uruguay shihet si një mbështetje e rëndësishme për përballimin e nevojave urgjente të qytetarëve, veçanërisht për familjet që kanë vështirësi në sigurimin e produkteve ushqimore bazë. Shpërndarja e qumshtit është vetëm një nga masat emergjente të ndërmarra për të zbutur pasojat e krizës, ndërsa autoritetet vazhdojnë të kërkojnë mbështetje ndërkombëtare dhe zgjidhje për sfidat ekonomike që po përballon vendi.